Këshërën i pasojat, veç 2 vjetë mas i ushtru. Qysh për sheni edhe vetë ko halo rrezik me ushem, halo prej noltit. Merë është atje, halo ma poshtë, edhe ma të merë, është rrezik. Këso javë dhe filloj me fillu, me i sanu ato defekte që janë në rrugë. Kjo është rruga në fshatin Jezerc, në Ferizaj, një projekt që ka kushtu dikon ofër 5 milion euro e që më start ka pas vjedhje. Si pas projektit, rrugët kanë pas me ushtru dikon 4.5 deri në 5 metra gjerësi. Janë shtru 3 metra e dikon edhe 2 pjesë ku ka pas gur natyror që ju kanë pengu, as nuk i kanë ngry, as kur gjë, veç ushtru asfaltin mbi gur. Të më thënë ka vende që del guri mbi asfalt. Mure mbrojtse mbajtje s'ka kërkën. Halon një vetë, do me thonë 5-6 vende o shem rruga kështu. I nderum na duhet ndihma juve për me bot madhe këtë pjesë, jemi në hall. E lexuam kërkesën e qytetarit edhe erdhëm te vendi i ngjarjes. Këshëreni situatën. Qysh po e sheni, shembja ka fillu me të madhe këto, komplet një segment, një cubz e asfaltit është shemb, ka ro poshtë, paka shumë si historia që kemë herët në Caralev, ku është dëmtu, do me thonë, pjesa e dhejot për fundi asfaltit, edhe ka shku uje, pastaj lakshtia të e gry, edhe qysh po e sheni ka ardhë në këtë gjendje, rrezik konstant, do me thonë, pej momentit moment, me ra një cubz tjetër, absolutisht e të mërshme gjendja. Kushtrim ti kishe vill në alta? Po, kam realisht piktu i ti ko fix 1 kilometër, pjesa ku i kena villat, edhe jemi të posë shumë probleme me që sidomos me qëtë pjesën këtë. Këtë ko ka shem kushtrim, këtu ko ka rrezik, halo me shku tu shem, do me thonë. A u shem krejt për njerë qështu, a ka shku ka pak? Jo, për njerë, në kam edhe videot kuën kër o shem, realisht, se kjo pjesa noltit ka rshit, janë orë kompania me e qelë, moment që ka hi bageri, do me thonë ka lëshu komplet e pusht, edhe veç i kanë qitë qiritat, i ka dikon 2 muj nashta ma shumë. Që 2 muj janë që gjendje, po që kjo asfalt është i ri, relativisht, kjo frek ushtru? është nashta 1 vjet e gjys maksimumi. 1 vjet e gjys 2, a? 1 vjet e gjys 2. Okej. Realisht... So e keni sfidu se kallëzëm kushtrim që kënej gjdo dit me kalu, e sidomos për njerës që se ti sigurisht ki edhe klienta. Njerës që vinë të villa dhe do të mi paralajmëru. Mi lajmëru, po kema shumë probleme, sidomos natën është pjesë që ka gjë e rrezikshme, edhe po qysh po sheni edhe vetë ka halo rrezik me ushem, halo prej noltit, edhe pjesat që jena tu punu, halona pjesë në tërtim villave të reja, nuk po guxojnë edhe me ordhe dhe material tash më na prua, po ka gjë sfiduse. Po duhet teknikisht vetë, unë personalisht për veti çdo herë që vi, do material në beton, diçka, po do të me qitë për pjetë. Me vetur personale. Është kjo i vetëmi segmenta ka dhe manat? Jo, është me shku për këtu, dikon një 600 metra, është pjesa tjetër që është shemë rana notës, do më thonë që të shtune, jam kon personalisht tu kalu në atë pjesë, ka shafit rruga, vëllë, shqiptarski. Sa u konë rrezik me... Rrezik e shet tash vetë, mujna me shku për a shkojna? Ndërkohë që edhe një copës tjetër që po ashtë ka fillu me u shembë, që kjo është një pjesë tjetër ku është shembë dhe jo, në basta asaj që na thot kushtrimi, këtu ka qenë krejtësisht e bllokume, mirë po është hapë rruga për një vetur, këqërëni situatën, do me thonë, nuk ka mbrojtëse në asnjën anë të rrugës, ka shumë është investu e ka që pak është bu me mbrojt investimin, sa është shqetësuse për një me. Sa është sfiduse për ty me qëtë rrugë, pa të shembje në 2 vena poshtë, këtu ku ka shembë dhe jo, sa e ki shtirë? To është rrezik. Mundet më shenë të artë të poshtë, shembet, zënë të poshtë. Ti e keni pa ati poshtë që shemë. Ati e këtë merë. Merë është ati, edhe halo ma poshtë, edhe ma të merë. Po. To është rrezik. Që sa u shtru që kjo rrugë? Që 6 muj. Jo. Ska ma shumë se 6 muj kjo. Që 6 muj dhe me njëherë? Që 6 muj. Po të letër, të handi me kanë shlu? Se s'kanë ba. Po. Li kanë marrë parat e të marrë. Po, to i ka fojt që tërkush. Kush i ka? Ne i kena fojt. Pse? Pse që i kena leo me shlu qështu. Qa kishim mujt me bojë? Kena mujt me njallë, sukur që i ka njallë në bahalt katunit. Qysh e nalë? I ka njallë, ja 5 metra ja heq. Qysh ja 5 metra? Me shtru gjanë.
Gjan, okej. A këto është dika 3 metra so. Jo, ngosht ko ka këto. Është. Nëse Tani këtu edhe shemta, Po. To shpil. Plus pas kanë mbrojtje në asnjë në non. Kon mbrojtje nuk ka këto, janë buda ku me shku, kon mbrojtje s'ka. Çështo krejt. Hala ma nërë ka moshem, hala ma keq. A do me thonë hala rrezik këto. Po hala rrezik, qëta lista, këtë janë shem. Kret janë shem, dhe kanë rogë të janë orgjin, janë krytën i prapë. Jo, a u kone bloku me kjo? U bloku me konë zdi sa herë. Qa po thu, bre? Valaj, kjo kone bloku me, zdi sa herë kone bloku me. Këto i kanë marrë paret edhe u dha marrë të këtë, edhe kujna nuk i kërset ma. A ki pati për një guri, që shka ik. Po. Se ka thy qatë guri, ata u desh me thy me ik, kanë sepër. Më bo me rote poshtë, më bo me zatit me dy kere, du të më shku të mas, pale kohë, a më në shkën asë në shkën. Njëherë në dëk lullë, që shna kanë, se në që të kina tu, që ko shta e shmija te. Që atje e më kondën. Këtu s'ka pos asfalt? Ja. Mirë bolë që e kanë qitë asfaltin, veç të këshin qitë që shdojt, na po tojna? Ja, që shdojt isha në asfalt, e kanë për mërak, se këto vend turizm. Unë i shkrujta kryetarit se me thirë nuk pe hapës me një numren, halo nuk ma ka këthy që tash po i drejtojemi direkt në komunës. Sigurisht është dikush aty që mundët me na fol, ngomne, që to operimet e mija në teren, kur dal, kishin qenë shumë shtirë të mundshme nëse si shkon Delta Group, sponzori jam me 21 pika në ketë Kosovën, top kualitet derivatet edhe posta easy, super shërbim ndaj klientit edhe super shpejtësi në dërgesa. Hajdeni tash te komuna e Ferizajet, është projekti i përbashkët mes komunës edhe ministrisë, me aq sa mujta me lexu, po sidoqoftë është nën mbikëqyrjen e komunës. Hajde. Okej, jemi te komuna, zyra e kryetarit, drejtoria e urbanizmit. Kryetarin nuk e kishëm këtu, cila zyra tha? Koti numër 2, zyra numër 2. Okej, shkojna. Jena me drejtorin e infrastrukturës, zotin Meriton, hajdini këtë, zotin Meriton, të falenderojmë mas pari që po na përgjigjesh gjithë qishtu spontanisht. Lutem. Paka shumë në ta sqarova në WhatsApp, ka të bëj me rrugën Njezerc, e cila që sa kohë është përfundu, frek është përfundu. Jo, i kom mbi një vjet të gjysë që është asfaltuar rrugë. Mbi një vjet të gjysë. Që është asfaltuar. Kish fillu me pas shembje të asfaltit vende edhe shembje dhejut. I kemi të njohura të gjitha problemet, pasi që edhe i kemi vizituar në teren, jo një herë, po 2 herë. Kanë qenë kushtet atmosferike ato që nuk na kanë lënë me intervenu në projekt, edhe pse projekti është i përfunduar, po është ende në sigurim të tenderit. Kështu që edhe një vetë garancioni ka projekti, gjë që e bën që kompania që e ka pas ka me intervenu për me i përmirësu këto dëme që janë. E kemi prit me u përmirësu kushtet atmosferike, tash nga sot edhe i kemi njoftu që duhet me dalë me punu, atje me email në mëngjes. Kështu që më këso javë veç fillojnë me punu, me i sanu ato defekte që janë në rrugë. Më rana këso javë? Fillojnë me i përmirësu. Okej, na me dok javën e ardhshme, do me thonë? Besoj që janë të pastrune, po me mure, me regullim. jo pastrume, se aty pat edhe shembje të asfaltit. Po nuk është një punë që kryet më rana një javë. Qashtu, po a fillojnë punimet? Po patjetër që fillojnë. Okej, zoti Ajdinit, falenderoj shumë, respekte, shjemi javën e ardhshme. Na kena mu duk prap javën e ardhshme, se tha gjatë kësaj jave kanë me fillu punimet, normalisht ko me morë pak koha, se nuk kem probleme që ashtë thjeshta, ndërkohë mos harroni, nëse ato ju pëlqy kontenti jam, siguroni një follow në këtë platformat, unë jam Burim Pacoli.